mbrëma miq të televizionit Skan. Jemi sërish së bashku në një tjetër puntat të Shqipëria Europiane për të folur për të tjera hallka dhe elementë që kanë të bëjnë me procesin e integrimit. Do ndalemi sot tek ndikimi i integrimit europian në aspektin social edhe ekonomik. Do kemi pas pak në studio të ftuar profesori Ilir Aliaj, që është në fakt edhe ekspert i procesit të integrimit europian, por si fillim do ndjekim insertin dhe do rikthehemi pas pak në studio. Shpesh kur flasim për antarësimin në Bashkimin Evropian, diskutojmë flamuj, ceremoni, konferenca dhe fjalime. Por antarësimi në BE nuk është një moment festiv, nuk është një ditë feste, është ndryshim ekonomik, një ndryshim i qetë në duke, por i thellë në realitet. BE-ja nuk është thjesht një organizat politike, është një treg, një hapësirë e madhe ekonomike ku rregullat janë të njëjta për të gjithë, dhe kur Shqipëria hyn në një treg, ajo nuk hyn për një foto simbolike. Ajo hyn për ndryshuar mënyrën si prodhon, si shet, si punson dhe si konkuron. Çfarë ndryshon ditën që futemi në tregun evropian? Nuk ndryshon flamuri, nuk ndryshon gjua, nuk ndryshon kultura. Ndryshon mënyra si funksionon ekonomia. Deri më sot shumë sektorë të Shqipërisë janë mbrojtur pas një tregu relativisht të mbyllur, ku konkurenca nuk ka qenë e fortë dhe ku produktet vendase kanë qarkulluar pa shumë presion. Por në momentin e antarësimit, kjo mburoi bie. Dhe vendin e saj e zë kërkesa për cilësi, sasi dhe standarde qëndrueshëm. Bashkimi Evropian nuk pyet kush e prodhoi produktin, pyet si u prodhua, si garantohet, si gjurmohet, sa i sigurt është. Antarësimi në BE në thelb është një vlerësim modeleve ekonomike, jo i deklaratave politike. Tre shtyllat që ndryshojnë strukturën ekonomike janë: Standardet nuk janë dokumente teknike, janë çelësi që hap dyert e tregut evropian. Pa to produkti shqiptar mbetet lokal, me to bëhet pjesë e zinxhirit rajonal dhe global të furnizimit. Konkurenca. Në tregun e ri nuk fitojnë ata që janë më afër, por ata që janë më të fortë. Kjo do të thotë se kompanitë shqiptare duhet të rrisin cilësinë dhe produktivitetin, ose për ndryshe rrezikojnë të humbasin tregun e brendshëm përpara se të hyjnë në atë të jashtëm. Strukturimi i biznesit. Bizneset familjare të vogla dhe të paorganizuara nuk mund të konkurrojnë në një treg të hapur. Vlera krijohet nga bashkimi, konsolidimi, kooperimi modern, nga krijimi i ndërmarrjeve të qëndrueshme që din planifikojnë dhe të investojnë. Fitimet nuk vijnë nga shitja, por nga besueshmëria. Në tregun evropian, një produkt nuk vlen për atë që duket, por për atë që provohet. Dhe kjo është arsyeja pse antarësimi në BE nuk ka të bëjë me identitetin, por me kapacitetin, me aftësinë për të qenë i besueshëm. Nëse një biznes shqiptar tregon se është i aftë të prodhojë me cilësi të qëndrueshme, të gjurmueshme dhe në sasi të rregullt, ai nuk fiton thjesht akses në treg, ai fiton vend në zinxhirin ekonomik evropian. Kjo është shumë e madhe se shitja sporadike në eksport. Ky proces nuk është emocional, është racional. Ai nuk shpërblen historinë, traditën apo qëllimin e mirë, por përgatitjen. Shqipëria duhet ta kuptojë se integrimi evropian nuk është dekor mbi ekonominë, është rindërtimi i themeleve. Antarësimi në BE nuk është moment, por një proces, jo pasojë e politikës së ditës, por rezultati i transformimit ekonomik. Dhe kjo na çon te pyetja kyçe: a jemi duke u përgatitur për tregun që vjen, apo po festojmë ende për tregun që mbyllet? Sepse në ekonominë e hapur evropiane nuk fiton ai që hyn, fiton ai që qëndron. Jemi rikthyer sërish në studio të dashur miq dhe siç ju lajmërova edhe pak më parë, në studion e Shqipëria Europiane na është bashkuar eksperti i integrimit, zoti Ilir Aliaj. Faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi, faleminderit ju. Do doja ta nisnim më një herë në fakt në makro për të folur për të gjithë procesin e integrimit, le të themi pastaj do t'i referohemi specifikave, por duke qenë se jemi në fazën ku Shqipëria ka çelur të gjithë kapitujt dhe ndoshta kjo na referon që jemi sa më afër ose jemi në momentin më të mirë diplomatik të Shqipërisë. Do ta ndajmë në dy pjesë. Okej. Pjesa e parë duhet të përgëzojmë çdo shqiptar, sigurisht edhe ato që kontribuojnë direkt, që janë pjesa e qeverisë, pra, e çdo qeverie, që ne kemi arritur në këtë fazë.
Dhe kjo është një hap shumë mallor për Shqipërinë. Duhet ta pranojmë dhe duhet ta themi me zë shumë të lartë. Është një hap shumë mallor. Tani fillon faza më e vështirë. Pse tani fillon? Procesi i negociatave është një proces shumë delikat dhe shumë i vështirë. Ka të bëj me çështje shumë teknike, dhe unë zakonisht e them e përshkruaj këtë proces me sasia dhe cilësia. Pra deri tani ishim në sasi. Tani duhet shkojmë tek cilësia. Dhe kjo është hapi më i vështirë dhe që kërkon shumë mund. A do e arrim? Ta shohim, unë jam optimist. Ne rrim në perspektivë optimiste, apo jo, duke qenë se kemi duke referuar edhe paralelizmit dhe elementit komparativ që ju bët me sasisë dhe cilësisë, nëse kemi mundur që të menaxhojmë mirë sasinë, që gjithsesi duhet marrë një pjesë të meritokracisë së saj në saj të aspekteve luminoz që ajo ka, besoj që do të bëjmë mirë edhe tek cilësia, kam përshtypjen. Duke referuar aspektit cilësor, ku mendoni që Shqipëria ka le themi cedaturën ose ka komplikacionet më të mëdha? Ku cedon Shqipëria dhe cilat janë ato hallka të këtij zinxhiri kaq të gjatë të procesit të integrimit? Ka shumë në fakt. Fatkeqësisht ka shumë. E para është me hapjen e grup kapitujve të parë ka qenë drejtësia. Pra aspekti legislativ. Jo, drejtësia, pra kur flasim për drejtësi, jemi për atë tokfjalshin shteti i drejtës, ku të gjithë janë barabartë para ligjit dhe ku organet e drejtësisë janë krejtësisht të pavarura nga politika. Dhe kjo është ajo balanca ku ndahen. Kjo është e para. E dyta, përsëri tek grup kapitujt e parë, kemi statistikat. Ne kemi probleme shumë të mëdha me statistikat zyrtare. Përsëri tek grup kapitulli i parë, se po ndalem të grup kapitulli i parë. Hymë në specifik. Por të grup kapitulli i parë kemi prokurimet publike. Ne gjithë e dim se çfarë problematika shkemi, dhe unë gjithmonë ngrej një pyetje. Me hapjen e negociatave, ne kemi hapur edhe tregun e prokurimeve publike. Imagjinoni një kompani nga Lituania, po marr Lituanin që është shumë larg, të vitë të konkurojmë në Shqipëri për një shërbim apo për një tender publik, dhe a mund ta fitoj? Se kjo është integrimi evropian. Pra kjo është që një kompani nga atje ofron një shërbim, po marr shërbimet, një shërbim ofron me cilësi shumë më të mirë dhe me çmim shumë më të lirë. Pra kjo është, a e mendojmë ne mbas atyre ngjarjeve që kemi dëgjuar për prokurimet publike, etj, që mos t'i hymë se s'du të hynë në politikë, a mendojmë që do e fitoj kjo kompani tenderin, pavarësisht se ofron çmimin më të mirë, shërbimin më të lirë? Unë kam pikpyetje shumë të mëdha. Kalojmë tek grup kapitujt e tjerë, sepse nuk se thash ka shumë probleme. Grup kapitulli i mjedisit. Grup kapitulli i mjedisit është një grup kapitull shumë i vështirë, dhe ky po marr përsëri shembuj nga vendet që kanë hyrë tashmë janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Polonia ka hyrë në vitin 2004, kapitullin e mjedisit e ka hapur në vitin 98 dhe e ka mbyll në 2017. Polonia është një vend me burime njerëzore shumë të pasura, me financa shumë më të pasura se sa ne, ndërsa ne kemi ato probleme që ne i kemi, pra mungesë në burimet njerëzore, mungesë në burimet financiare. Megjithatë, mos të kapemi tek burimet financiare sepse BE-ja i ofron vetë të burime financiare. Por çështja është edhe tek zbatueshmëria, dhe ky është ajo që ne në momentet e parë e ndam sasia me cilësinë. Cilësia është zbatueshmëria e këtyre ligjeve që ne do aprovojmë. Pra, aki komuniter e Bashkimit Evropian, që është legjislacioni, po aki komuniter quhet në atë zhanrin
shumë teknik që përdorin ato. Pra, a do arrim ne ta zbatojmë këtë? Dhe shkojmë përsëri më tej. Kemi, më falë se po zgjatëm, po besoj që është e rëndësishme. Interferenca që do doja të bëja unë, e para përsa i përket kapitullit të parë që ju përmendët mënyrat se si mund të cedoj një proces referuar të tregut të hapur, sepse më lidhet drejt për së drejti me biznesin, tashmë dhe me mënyrën se si do të operoj. Përsa i përket pikpamjes ligjore dhe mënyrës funksionalitetit të drejt, bie që edhe ai proces të cilët ju e përshkruan pak më parë, pra fituesi një tenderi të një kompanie të huaj që mund të sjellë shërbime më të mira në kosto më të lira, duhet jetë funksionali që të rri dhe të qëndroj me të gjithë aspektin kronologjik përsa i përket procesit të integrimit. Patjetër, por çështja këtu shtrohet ne edhe sot që ne po flasim, ne duhet i kemi prokurimet publike të hapura për gjithë 27 vendet e Bashkimit Evropian. Çfarë ndodh realisht? Se ne jemi në realitet, po flasim për realitet, se personalisht nuk pëlqej që të shes diçka që nuk është, sepse është më mirë, biznesi ka nevojë për gjëra konkrete. Për fatin e mirë, televizioni ku jemi sot është një televizion që jep shumë orientim biznesit. Pra, a ka mundësi, pra, një kompani e re shqiptare, sepse tregu është i tillë, hapet, vinë 2-3 persona shqiptar që jetojnë jashtë, hapet një kompani këtu, duan të hynë në tregun shqiptar, a mund të marrin një tender, një prokurim publik? Pra, në mënyrë të drejtë, nuk po flas. Pra, duke ofruar shërbimin më të mirë dhe çmimin më të mirë. Këtu gjitha, se mos shkojmë tek greku, lituanezi, italiani, gjermani etj. Etj. Kjo është ajo çfarë duhet dhe çfarë duhet bëjmë ne, pra çfarë duhet bëj qeveria, por unë them që ky është një proces ku duhet të jemi të gjithë përfshirë, nuk është vetëm qeveria. Nuk janë vetëm ato zonjat dhe zotrit që punojnë në administratën publike. Janë gjithë që duhet jenë të përfshirë. Kur i referojmë janë gjithë që duhet të jemi të përfshirë, sigurisht mund të marrim dhe mund të shikojmë në aspektin e një aseti sensibilizues, apo do ketë, le të themi, rregulla reformatore dhe sigurisht edhe nga ana legjislative që do ta ridimensionojnë këtë kulturë. Duhet me patjetër që të ketë takime shumë të shpeshta të ministrive të ndryshme, të linjave, sepse në gjitha ministrit ka bizneset caktuara që janë të interesuara, pra temat caktuara. Me bizneset e këtyre fushave, duhet bashkit të jenë shumë mirë të integruara në këtë proces për faktin që ato duhet të jenë në linjën e parë. Tashmë bashkit, pra pushteti lokal, janë disa institucione që kanë detyrë për të bërë një pjesë të madhe të punëve që i takon pushtetit lokal. Dhe përmendem biznesin dhe pushtetin lokal. Akademia, pra universitetet, duhet të jenë të përfshira, patjetër, sepse kërkimi shkencor, inovacioni vjen nga ato. Grupimet e ndryshme të trive, po marrim dhomat e tregtisë apo edhe organizata të tjera të biznesit. Duhet të jenë sepse janë të interesuar. Bujqësia, fermerët. Duhet të jenë po patjetër, dhe duhet të jenë jo vetëm të interesuar, por duhet të jenë të përditësuar me informacionin dhe ky informacion duhet vi nga kush duhet vi? Nga Ministritë e Linjës. Pra dhe të gjitha këto duhet të jenë duhet shkojnë në një linjë për të arritur në finish. Ne themi që mendojmë të mbyllim gjitha negociatat, pra 33 kapitujt, në fund të 2027. Pra 2028 na filloi procesi për ratifikimin dhe procesi administrativ. Sepse hyrja kërkon që 27 vendet të ratifikojnë hyrjen e një shteti. Por janë disa vendet që e kanë këtë me referendum. Pra, dhe kjo kërkon kohën e saj.
Janë disa që e kanë vetëm me ratifikim në parlament, por përsëri kërkon kohën e saj. Pra janë disa gjëra administrative në duke shumë të thjeshta, por që duan kohën e saj. Rende procedurale që në të gjitha sektorët marrin kohën dhe tempizmin e vetë dhe të përcaktuar. Por, duke referuar Shqipërisë dhe biznesit të mesëm dhe të vogël, nëse mund të cilësojmë, duke qenë se hym pak më parë në specifik dhe fakti që edhe ju cilësua që në televizionin ton jemi shumë pranë biznesit, të paktën rendit informativ që ju ofrohet të gjitha audiencës. Çfarë përfitimesh ka biznesi i vogël dhe i mesëm dhe pse duhet jetë i interesuar që të jetë pjesë e tregut të madh të BE-s? Përfitimet janë shumë të mëdha. E para, për fatin e mirë tyre, por edhe të Shqipërisë në përgjithësi, ne kemi një pozicion shumë të mirë gjeografik. Dhe po bëj një krahasim që duhet ta kenë parasysh të gjitha bizneset, si të voglat, mesme, por edhe të mëdha. Sot, ekonomitë europiane janë në një krizë ekonomike. Në qoftë se para fillimit të krizës, këto ekonomi importonin nga vendet e Azisë, kryesisht Kina, por edhe Vietnami edhe ndonjë vend tjetër, 2 deri në 3 anije me produkte, sot për ato, pra është një kosto sepse duhet paguar shumë. Pra janë gjitha, është malli, transporti, gjitha këto me radhë, është një shumë e madhe. Në qoftë se këtë produkt e kanë në një vend të afërt, si që është Shqipëria, pra në qoftë se sot prodhohet malli këtu në Tiranë, në Durrës, kudo në Shqipëri, a mund të shkojnë nesër në Itali ky produkt? Pa tjetër që po, ngarkohet në darkë në Durrës apo në Vlorë, dhe e ke nesër mëngjes e ke në Itali, në Bari, dhe shpërndahet. Pra nuk është e nevojshme që kompanitë italiane, po marrë Italinë me qenë se e kemi këtu, kompanitë italiane të shpenzojnë shumë të mëdha parash duke mos e ditur që ky produkt do shitet brenda sezonit. Kurse, kur është në Shqipëri, për arsye gjeografike, këto e marrin me sasi shumë të vogla duke shpenzuar më pak para. Kjo është e para. E dyta, për kompanitë shqiptare, është shumë rëndësishme sepse kanë përballë, kanë një treg me 450 milion banor. Pra, në qoftë se ne prodhojmë një produkt me cilësi të BE-s, atëherë ne jemi në gjendje, kemi mundësi ta shesim tek 450 milion banor. Pra kjo është... Me çfarë do të konkurrojmë ne? Sepse do të marrë parasysh edhe elementin, aspektin mentalitar që ndonjëherë kompanitë që janë tashmë të konsoliduara në treg dhe të brendeve të golozëve të mëdhenj europian dhe perëndimor, kanë një rend, le të themi, një rend kredibiliteti më të lartë për sa i përket cilësisë dhe konsumatorëve. Me çfarë do të jemi konkurrues ne? Me çmimet e ulta, me cilësinë më të lartë, me produktet bio, çfarë do të jetë ajo që do të na bëjë ne do na bëj pjesë të një kompeticioni kaq të madh dhe me konkurrent kaq të mëdhenj? Ne, për momentin, duhet konkurrojmë me disa gjëra që janë të traditës sonë. Dhe këtu po marr një fushë shumë e rëndësishme, bujqësia. Por përsëri duhet kthehemi tek ato që ne e fillum, tek pengesat dhe aty ku ne nuk po arrim ta kuptojmë se çfarë kërkon ky tregu i Bashkimit Evropian. Dhe bujqësia, frutat dhe perimet shqiptare janë mbajtur më përpara si fruta dhe perime shumë konkurruese dhe shumë bio. Mirë po, në qoftë se ju kujtohet, vjet diku në verë, në Korrik, në mos gaboj, një sasi e madhe me fruta, me pjeshk, u kthye nga Kroacia, sepse kishte pesticide, por mbi të gjitha kishte element të kimik, por edhe hekur dhe gjëra të tilla, mbi normat e lejuara. Pse? Në Peqin, në Bashkinë e Peqinit, është një fushë shumë e mirë, që ka një perspektiv diku tek 10 milion euro me plantacionet e pjeshkëve. Ne i eksportojmë këto, por to pjeshk u jiten dhe vaditen me lumin osum që kalon aty, i cili është i ndotur në Elbasan. Pra,
këto gjëra, ne duhet i kemi gjithë parasysh, pra kemi edhe bujqësin, për edhe mjedisin. Pra janë dy gjëra, janë dy kapituj, dhe këtu ne duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe shumë të vëmendshëm. Kjo është një pjesë e konkurencës që mund të bëjmë ne. Ne, për fatin tonë të mirë, ne po konkurojmë edhe me turizmin. Pra, jemi në një zonë ku... Të ndalemi pas pak të turizmi, po të doja të qëndronim të biznesi. Pra, në gjykimin tuaj, do ketë një paralelizëm, apo do zhvillohet më shumë eksporti, apo investimet e reja në Shqipëri do t'jenë ato që do të ndikojnë dhe do depërtojnë në ekonominë shqiptare? Gjatë periudës të procesit, ose edhe kur ne t'jemi pjesë e BE-s? Unë uroj që të shkojnë paralelisht që të dyja, pra rritja investimeve dhe eksporti. Shqipëria është e hapur për investitor, sigurisht që kemi probleme, por është e hapur për investitor. Në momentin që ne fillojmë dhe i vëmë në dukje dhe fillojmë të ndryshojmë ato çfarë ne kemi, problematikat që kemi, që janë të lehtësisht të bëshme, nuk është se nuk janë të bëshme, atëherë ne do shikojmë edhe ardhjen e shumë investitorëve, por në mendimin tim modest, unë them që edhe bizneset shqiptare janë investitorë shumë të mirë, pra ka para gjendje në bizneset tona që të arrijnë të ngrejnë dhe të ndërtojnë, po marrë gjithmonë në sektorin e bujqësisë, fermat konkuruese për tregun europian. Mendoni që fontet e bizneseve dhe rezervave që ju referuat pak më pari do jenë të mjaftueshme që to bizneset të arrijnë të riformatojnë mënyrën se si kanë proceduar deri tani duke investuar në teknologji, në forcën punëtore e në gjithë pjesët dhe hallgat e zhvillimit që ju referohen standardeve të Bashkimit Evropian? Ka një pjesë të mirë të bizneseve që mund ta bëjë këtë apo janë të reduktuara? Unë besoj që një pjesë relativisht e madhe ka, por duhet kemi parasysh edhe një faktor tjetër. Kemi fond garancie nga qeveria për marrjen e kredive, por kemi edhe fondet e Bashkimit Evropian. Çdo kapitull bazuar në deklaratën dhe në vendimin që është marrë. Mbështetet mbi një rend asistencial nga BE-ja financiare. Është ndërmarrë në 2017, është samiti i Dublinit, ku ato e përcaktojnë fjalë për fjalë që çdo vend kandidat duhet marrë mbështetje për hapjen dhe mbylljen e negociatave. Pra, do paguajnë një pjesë të madhe edhe vetë Bashkimi Evropian. Kështu që ka mundësi pra në qoftë se... Suporti financiar do t'jetë edhe për bizneset, për t'i ardhur në ndihmë gjatë kësaj faze tranzicionale. Por, do ndalemi tek bujqësia për të folur pak për mënyrën se si do funksionojë dhe si do t'jetë, sa i vështirë do t'jetë ky proces tranzicional edhe në këtë rast, sepse jemi mësuar që në Shqipëri të paktën bujqësia është në një, le të themi, strukturë proporcionale të fragmentuar dhe ndryshe nga mënyrat se si funksionon në vendet europiane, ku janë struktura më solide, mbi të cilat mund të ndërtohen dhe kategorizohen të gjitha tipologjitë e prodhimeve. Shqipëria është e lidhur me individin dhe bujqësia ndoshta cedon nga pikpamja e tipologjisë së prodhimit, sepse e kanë të vështirë si të kontrollohet produkti, cilësia e çdo gjë tjetër. Si mendoni, si do të jetë kjo fazë progresive për bujqësinë dhe sa e vështirë dhe sa do ta ndikojë fermerin? Është vërtet ajo që thoni ju, që është fragmentarizuar bujqësia për shkak të historisë tonë, por për fatin e mirë, vitet e fundit kemi një ristrukturim të, sidomos në zgjerimin e fermave bujqësore. Por e gjitha kjo ka të bëj me atë që quhet kontrolli shtetëror mbi tregun e lirë. Pra nuk mund të lehet të gjithë të bëjnë çfarë duan të bëjnë. Jo, cilat janë çfarë duhet bërë shteti, duhet e para ajo që ju e cilësuat si çështja e kualitetit. Pra, Agjencia Kombëtare e Ushqimit duhet të jetë e prezent në çdo fushë dhe në çdo sektor të bujqësisë. Duhet të jetë në çdo qark të Shqipërisë për të bërë punën e saj, jo për të qenë barë ndaj fermerit, por për të bërë punën e saj, për të garantuar cilësinë që kërkohet
nga Bashkimi Evropian dhe në fund të ditës garantimi i cilësisë do të thotë më shumë para për fermerin. Pra kjo nuk është se është një barr, është thjesht çështja e ndihmës që jep shteti shqiptar që këto fermer të eksportojnë sa më shumë produkte drejt tregut të madh, siç e tham, 450 milion banor të Bashkimit Evropian. Që produktet të jenë edhe konkurruese, pa patur këtë sensin e paragjykimit të cilësisë. Tek qytetarët, ne dim që një pjesë e madhe e vendeve të paktën të rajonit që janë integruar së fundmi, le të themi për të futur këtu disa nga vendet e rajonit, kemi patur një rend ose një dëshirë nga një pjesë e madhe e qytetarëve të një dyndje, por qytetarët që kanë ndenjur aty kanë parë një rend përmirësimi për sa i përket cilësisë së jetesës, por kanë parë edhe një rend të kostove të jetesës në rritje. Si do t'jetë për shqiptarët? Cilat nga këto tre aspekte do përballemi më së shumti në gjykimin tuaj? Ne nuk do bëjmë përjashtim, por çështja është që siç po ndodh aktualisht në Bullgari dhe në Kroaci, po marr dy vende që nuk janë larg nga Shqipëria dhe kanë sidomos Bullgaria ka afërsisht një tipologji si tonën, kthimin e qytetarëve edhe një herë në atë dhëun e tyre. Dhe kjo duhet jetë ajo që qeveria shqiptare dhe gjithë shoqëria shqiptare, në fakt, jo vetëm qeveria, duhet të promovoj dhe duhet kërkoj që shumë mirë, dakord, shkuan, ikën për një jetë më të mirë, për të marrë eksperiencë, etj, por duhet krijojmë kushtet për t'i kthyer tashmë, sepse është e nevojshme. Ajo çfarë po ndodh në Bullgari dhe në Kroaci është një shembull shumë pozitiv, ku është hapur shumë tregu, cilësia jetesës është përmirësuar shumë ndjeshëm, por njëkohësisht edhe pagesat janë shumë herë më të mira se ç'kanë qenë dhe janë të përafërta me vendet e vjetra, po them, të Bashkimit Evropian. Pra duke përfshirë Italinë, Gjermaninë, Francën e gjitha këto. Po, tek qytetarët, çfarë do të ndryshojnë në jetën e përditshme duke i referuar studimit, blerjeve dhe çdo hallkë tjetër që pason dinamikën e përditshmërisë së një qytetari? E para po e marr me studentët, meqense se jap edhe mësim në universitet dhe më pëlqen që të flas për ato. Për studentë. Duhet të kemi parasysh që do hapet krejtësisht. Pra edhe sot, një student shqiptar ka të drejtë të marrë pjesë në Erasmus Mobility, Erasmus Plus, që janë këto programet e Bashkimit Evropian për mobilitetin mes universiteteve të ndryshme. Por, një student shqiptar sot duhet shkoj, po marrë Italinë, me qenë se kemi afër, duhet shkoj në Itali për të bërë një program Erasmus dhe ka për të bërë shumë dokumenta për leje qëndrimin atje. Në momentin që hyn në Bashkimin Evropian, ke nevojë vetëm për kartën e identitetit dhe asgjë më shumë. Këto janë facilitetet që do. Po, kjo është e parë. Ndoshta edhe në exchange-et mes universiteteve do bëhen më të shumta dhe që të gjithë studentët të kenë mundësi të marrin pak nga eksperjenca europiane që nga Shqipëria le të themi është lakmuar ndër vite. Gjithmonë janë qindra e mira prindë që paguajnë për studimet e fëmijëve të tyre jashtë. Diku jashtë. Por le të themi që ne e dim se sa të rëndësishëm janë nga gjithë bota niveli dhe i kualitetit që ofrojnë jo studentët, por universitetet perëndimore. Do kemi le të themi një progres edhe të cilësisë të rendit kualitativ të universiteteve në Shqipëri dhe gjatë procesit të integrimit ose të paktën gjatë periudhës kur ne do jemi zyrtarisht pjesë e BE-s? Po kjo është domosdoshmëri, kjo është pjesë e konkurrencës, sepse këto studentë që punojnë, që studiojnë në vendet e Bashkimit Evropian, duhet rikthehen dhe t'jenë ato më të mirë, kuptohet, duhet t'jenë në katedrat universitare shqiptare. Këto njerëz janë të gatshëm nesër pas nesër të kontribojnë edhe në ekonominë e Shqipërisë. Pra, duhet kemi një lidhje që faktikisht sot nuk ekziston shumë mes biznesit dhe akademisë në Shqipëri, por kjo do vi patjetër në momentin kur ne do jemi pjesë. Nuk mund të qëndrojmë sepse do humbim konkurrueshmërinë si vend, duke humbur konkurrueshmërinë nuk do eksportojmë dhe nuk do kemi ekonominë më të mirë. Por njihet në vendet,
politika e Bashkimit Evropian, ku gjithë ato që janë pjesë e saj, do jenë patjetër pjesë edhe e kësaj ngritjes së konkurrueshmërisë, ngritjes së nivelit të cilësisë së jetesës dhe gjitha gjithë elementeve që pasojnë këtë proces. Sa kohë do t'i duhet qytetarëve shqiptarë që ta ndjejnë më të prekshëm, le të themi, ridimensionimin e tipologjisë jetës së tyre dhe të standardeve të reja që tashmë janë qytetarë evropian? Po marrë një shembull Bullgaria, unë e njoh mirë, kam pas shpesh kam lviz atje. 2 vitet, 3 vitet e para, mbasi hyri, Bullgaria ka hyrë në 1 janar 2007. Mbasi hyri në Bashkimin Evropian, Bullgaria ishte në krizë totale, sepse për ta përshkruar edhe më mirë ishte që Bullgaria ishte jepte para për buxhetin e Bashkimit Evropian, nuk merrte para. Dhe sigurisht kjo shkaktoi edhe krizë financiare, por edhe krizë të mentalitetit dhe në popullsinë bullgare. Dhe aty në atë moment ka pas largime shumë të mëdha të bullgarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sot ka ndryshuar rrënjësisht kjo histori, sepse Bullgaria merr shumë para nga fondet e Bashkimit Evropian. Sofia është një nga vendet kryeqytetet më të rëndësishme të startupeve në Bashkimin Evropian. Pra duhet unë besoj që ne do na duhet një 5 vjeçar për të rikapur atë ritmin e Bashkimit Evropian, por kjo është e rëndësishme që të theksohet, është e rëndësishme që të theksohet fakti që këto janë negociatat që do bëhen për të mbyllur këto kapituj, do ndikojnë direkt në cilësinë e jetesës së qytetarëve. Mbas përfundimit të këtij procesi, pra mbas hyrjes në Bashkimin Evropian. Për sa i përket turizmit, do doja të bënim një ndalesë të shkurtër edhe këtu, duke u referuar tipologjisë kompeticionit që ne kemi patur dhe mënyrës se si ka funksionuar deri tani, ku një pjesë e mirë e ndërveprimit dhe konkurrencës bizneseve ka qenë brenda për brenda kufive të Shqipërisë. Në momentin që ka filluar deri diku edhe tani me ngritjen e resorteve të mëdha që le të themi konkurrueshmëria tashmë është strirë gjatë gjithë gjirit të Ballkanit, do të jetë më pas një tjetër tipologji kompetitive edhe në këtë sektor. Çfarë do të ndryshojë në Shqipëri që ne të jemi akoma dhe më lart në rendin e kompeticionit që na referohet? Shiko, ne edhe këtu kemi bërë një hap shumë të madh. Ne jemi në një rajon më i lakmueshëm në botë, po them, Mesdheu është rajoni më i lakmueshëm në botë, ku shtete duke filluar nga Spanja, Franca, Italia, Kroacia, Malezi, Greqia, Turqia, janë shtete që janë shumë përpara nesh në aspektin e ndërtimit të infrastrukturave turistike apo dhe të mentalitetit të biznesit të turizmit, sepse është mentalitet në vete, si ti shërbesh më mirë turistit e tjerë, por edhe këtu ne kemi bërë hapa shumë të mëdha. Ne tashmë duhet të ndajmë cilësinë, pra përsëri kthehemi tek ajo fjala, se na duket shumë pak si tek cilësia, duhet rikthejmë cilësinë. Ne deri vitin që shkoi, pra në verën që shkoi, ne ishim si thosh në ato vendet shumë të mira që kanë arritur një rritje shumë të madhe në sektorin e turizmit. Por momenti është që të ndajmë cilësinë me sasinë. Pra në qoftë se në Shqipëri, sipas dhënave që unë kam paktën, janë diku te 14 milion turist vitin që shkoi, si vjet, edhe në qoftë se kjo shkon në 12 milion, nuk duhet kemi probleme në qoftë se ne fillojmë të përmirësojmë cilësinë. Pra cilësia e shërbimit, cilësia e ushqimit, pra janë gjitha të lidhura përsëri me kapitujt. Cilësinë e mjedisit, pra pastrimin e mjedisit, e hapësirave tona publike, ku do hedhim plerat, se duhet t'i ndajmë, sepse në Bashkimin Evropian ato janë të ndara, pra plastika, shishet, e gjitha me radhë. Pra gjitha këto, ne duhet bëjmë hapin cilësor. Janë, Hallka, le të themi ka një efekt domino në progresion. Sigurisht. Sepse njëra pason tjetrën dhe ndikohen në tipologjinë se si ofrohet çfarë lloj shërbimi, kundrejt atyre, jo vetëm vendasve, por edhe atyre që të kenë interes të jenë dhe të vizitojnë Shqipërinë. Por ne me antarësimin tonë në BE, sigurisht
pretendojmë që në kuadër të standardeve dhe cilësisë që kemi rritur tashmë, të rritet edhe kredibiliteti të huajt nga Europa. A mendon që do të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë ekonominë shqiptare? Sigurisht që po, sigurisht që po. Si që thash, ne kemi një rritje të imazhit shumë të mirë, shumë pozitiv. Kjo e gjitha ndikon në ardhjen sa më shumë të turistëve, por njëkohësisht kjo ndikon edhe në ardhjen e bizneseve, pra investimeve europiane apo të vendeve të tjera në Shqipëri. Një imazh i mirë është përkthehet direkt në investim. Dhe ne nofta për momentin nuk shohim investimet shumë të mëdha, por urojmë së shpejti, për shembull rasti i ishullit Sazanit, që tjetë një investim, dhe kjo ka të bëj me imazhin ton. Pra, kemi 1.4 miliard apo 1.5 miliard dollar që do investohen në Sazan, dhe gjitha janë pjesë sigurisht e bukurisë së natyrës shqiptare, por edhe imazhit të Shqipërisë, se nuk do kishin ardhur ato nëse imazhi do ishte ajo Shqipëria që majmë mend ne që kalonin skafet për në Itali me njerëz apo me gjëra të ndryshme. Pra nuk do kishin ardhur ato, nuk do vinin as pak. Përmirësimi i imazhit dhe mënyrës se si Shqipëria shfaqet tashmë ka ndikuar edhe në raportin preferencial të investitorëve në Shqipëri. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e studios Shqipëria Europiane, dhe urojmë të kemi edhe në ndonjë bisedë tjetër për të folur akoma më gjatë dhe në specifik, dhe shpresoj që bisedat në lidhje me procesin e integrimit të jenë gjithmonë më konkrete, ashtu siç ju pëlqen edhe juve. Faleminderit, kënaqësi si gjithmonë. Dhe ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Së bashku ndahemi edhe këtu të dashur miq, unë ju le takim të martën tjetër si gjithmonë në orën 20:00 në ekranin e televizionit Skandër. Atëherë mirupafshim.